Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Dimal Basha ka reaguar ashpër ndaj një mesazhi të publikuar së fundmi nga kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdi Xhiku, ku përmenden dyshimet për manipulimet e votave. Sipas Bashës, ky mesazh dëshmon përfshirjen e Abdi Xhikut në një skemë kriminale për të manipuluar rezultatet zgjedhore. Basha ka ndarë në rrjetet sociale një pjesë të mesazhit që sipas tij Abdi Xhiku u ka dërguar kandidatëve për deputet të LDK-s përmes aplikacionit Viber. Në këtë mesazh, kryetari i LDK-s u kërkon kandidatëve që të mos shpallin fitoren para numërimit të votave të mëgatës, me arsyetimin se këto vota mund të ndryshojnë listën përfundimtare të deputetëve të zgjedhur. Shikoni qysh mesazhet e Lumir Abdi Xhikut tregojnë që ka qenë i përfshirë në skemën kriminale. Në Viber ju shkruan kandidatëve për deputet, mos i shpallin fitoret për deputet pa i numëruar votat e margatës, sepse do të ndryshojë kandidatët. Ka shkruar Basha në postim. Sipas deputetit të Vetëvendosjes, ky mesazh tregon se Abdi Xhiku ishte i vetëdijshëm për një skemë të manipulimit të votave, përmes së cilës disa kandidatë të LDK-s do të mbeteshin jashtë Kuvendit të Kosovës për shkak të ndryshimeve në procesin e numërimit të votave me post. Kjo kallëzon që Lumiri e ka ditë që nuk e la pa e djeg disa deputetë duke i vjedhë votat me post, të cilat me të drejtë kanë besuar që kanë fituar mandatin, ka përfunduar Basha. Ky reagim i Bashës ka shkaktuar një valë të re debatesh politike në Kosovë, sidomos në mes të Lëvizjes Vetëvendosje dhe LDK-s. Deri më tani Abdi Xhiku nuk ka dhënë një përgjigje të drejtë për drejtë ndaj këtyre akuzave, por pritet që ai ose përfaqësues të LDK-s të dalin me një reagim zyrtar në lidhje me pretendimet e deputetit të Vetëvendosjes, ndërkohë çështja e manipuluar e mundshme të votave mbetet një temë e ndjeshme në Kosovë, duke pasur parasysh tensionet politike dhe akuzat e ndërsjellta mes partive kryesore. KQZ-ja dhe institucionet përkatëse ende nuk i kanë dhënë ndonjë deklaratë mbi pretendimet e Bashës, ndërsa qytetarët po presin me interes zhvillime të mëtejshme në këtë çështje të ndeshme zgjedhore.